Edhe shumë balanca politike... Këtu prevalon interesi publik ja me prokurorin, nuk... Tani unë po t'i kisha, do i kisha nëzirë me thonë interesit të hetimit të një qështje që është sekret hetimor. Ose po se nëzorë shpërndaj se ka t'jesh i nëzirë. Mirë, vim këtu, avokat, tek ajo që përbën SPAKU aktualisë, mua më intereson reagimi i institucioni shtetëror si që është SPAKU, organet e drejtësisë, ndaj kësaj veprimtarie këtu ose kudo që mund tjetë nesër në një institucion tjetër. Për te veprimeve hetimore konkrete... Pra të shkëputemi nga atmosfera që na kryon Genti me informacionin që jep dhe me sugestionin që kryon, se është informacion që do apo s'do t'i të lënjësh. Tash, që t'jemi të sinqertë, unë desha shumë i gashëm që Gentin gjithë darkën, pa folur fare për çështën e informacionit. Mund t'a pyesësh Gentin... Do t'a mbajmë bas, nuk e lëm t'ikim, mbarojmë emisionin, do ulim dhe do Gentin diskutojmë. e kam kontraktuar për disa emisione, nuk është vetëm sonte. Qëketi, unë nuk nëzjerë informacion. Pus, ka kjo drejtimi. Problemi është e tjilë. Ajo që ka ndodhur, të është këthemi një moment në aspektin juridik. Në rastin e akshit, SPAKU ka ngritur një akus që është grupi struktura kriminale. Shumë e rëndë si akus. Jo vetëm kaq, po ka ngritur dhe një standart. Dhe standarti kush është? Nëse disa persona në mënyrë të vazhdueshme bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të njëjtin qëllim kriminal dhe me të njëjtat mënyra operimi, ka shumë gjasa që dhe këto individ kthehen në grupe struktura kriminale. Pse? Se nëse në një institucion shtetëror tjetër, çfarë do, merr ti, këtë duash ti, po të marr AZBR-n. Okej? Kadastrën. AZBR-n, meqense është procedurë penale. Nëse në AZBR një grup njerëzish kanë vepruar me të njëjtën mënyrë operimi që kanë paracaktuar kush do t'i marrë paratë, do t'i shpërndajnë paratë. Daniel Shima, që ta dish, me informacionet që kishtë në aksh, ka ndikuar dhe në ndarjen e AZBR-s. Ore, nuk e vë fare ndyshim këtë pjesë. Unë e kam shumë qartë se ka funksionuar informacioni e akshit. Më thënë, ndryshe nga pjesë e publikët, unë e kam totalisht qartë që është lista patronazhimit. Si përdore dhe ku të qonë. Dhe lista patronazhimit është ndarë në dy pjesë. Një pjesë e ka përdore i militanti partisë që thjesht ka shkruar ato shënimet e veta. Një pjesë është përdorur nga peshkaqenët, pastaj për të bërë ato punët që nuk bëheshin dot ndryshe pa pasur atë informacion. Kështu, këtë pjesë jam i qartë. Dhe unë më kuptoj shumë mirë kur ti ngresh shqetësimin për atë listë. Sepse nuk mundet dhe nuk është normale që një apo disa individ vetëm të kenë në mënyrë të përqendruar të gjithë informacionin për gjithë publikun shqiptar. Jo më kot i thash Luani çfarë që akshi di për mua më shumë se s'diun për veten. Unë nuk i mbaj mend gjobat që kam marrë para 3 vjetësh apo ça kam paguar si energji elektrike para 2 vjetësh. Unë i ka para 2 vitesh. Më fal, një minutë, lutem Genti se më shkruan një që po na ndjek, thotë Luan, do me thënë hakersat iranian janë një fiction politik shqiptar që fshe vjedhjen e buxhetit nga grupi strukturuar kriminal? Jo vetëm kaq. Më njerëz se ka këtë batutën do ta bëj. Jo, pyetja është për ju, se më thotë pyete Kthupin, shprehmisht. Ligji për prokurimin publik dhe udhëzuesit përkatës thotë parashikojnë që se autoritetet kontraktore dhe titullari i tij mbeten përgjegjës për organizimin dhe kontrollin e procedurave të prokurimit edhe kur funksionet operacionale janë deleguar strukturave poshtë tyre, komisionet e vlerësimit, zëvendësit e njësisë prokurimit. Në të drejtën administrative shqiptare, parimi është se delegimi i kompetencës nuk përjashton automatikisht përgjegjësinë e organit titullar për veprimet e atyre që veprojnë në emër të tij, veçanërisht kur ai ka detyrimin mbikëqyrës dhe kontrollin. Pyetet, thotë zotin Kthupi, për këtë çështje që të jap një përgjigje më të shkurtër se pyetja. Nuk ka përgjegjësi dhe përdej duhet ta provosh që dinte kishte dieni apo duhet kishte dashur ta kontrollonte. Po në rastin e akshit jemi shumë përtej kësaj. Nuk është më një çështje interpretimi i drejtës administrative apo ligjit prokurimit publik në Shqipëri. Sepse nuk ka një vepër penale në asnjë rast nëse ti nuk ke qëllimin penal. Do të thonë nëse nuk ke qëllimin kriminal. Nëse ti nuk ke pasur qëllimin për të vjedhur, do të thonë ti zotëri dashur mund të bësh 17.000 gabime, po nuk është vepër penale. Shpafsi, shkelje... Ka sa dush, pastaj hajde fute ku duash ti, po nuk është vepër penale. Vepra penale kërkon qëllim, dashje. Nuk ndodh vepra pa dashur ti. Ti se dije, ja le Luani dhe Luani e bëri, po ti nuk e dije. Nuk ka vepër penale këtu.
Vepra penale fillon në moment që ti ke qëllim. Dhe në rastin e akshit nuk është vetëm qëllim, Por dhe është qëllim organizim, në formë të organizuar specifike. Nuk është për te, çdo diskutim që këtu bëhet fjalë për drejtë administrative është tallje. Nuk mundesh ti të kesh qëllimin kriminal që një tende të çashosh nga 2 milion euro në 4 milion euro dhe këtë ta konsiderosh të shkeljet pa dashje të ligjit të prokurimit publik. Ja kemi diellën nga 500 euro, Ky është 3 milion. qëllim i pastër kriminal me synim përfitimin e tjerë. Dhe që të them ke logjika e AZBR-s. Që do të thotë, ajo që ka bërë Spaku është ka ngritur një standard. Nëse unë konstatoj 3 vetë